Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Do të kemi të ftuar në pjesën e parë sot një grua, jo në fakt është një sipërmarrëse, vjen për herë të parë në programin ton, por edhe në Shqipëri për herë të parë në fakt në një intervistë televizive, sepse në Kosovë i ka pasur të rralla, për faktin që ajo ka jetuar në Kanada dhe vetëm së fundmi është vendosur në Kosovë. Biznesi saj sapo ka nisur dhe sigurisht ajo ka atë profilin e një sipërmarrëse edhe një gruaje të zonjën, por ajo që ka bërë në fakt atë personazh publik dhe ka tërhequr vëmendjen dhe ka bërë të njohur menjëherë, është sepse njëkohësisht është edhe bashkëshortja e njërit prej reperëve absolutisht më të mirë shqiptar kudo, siç është MC Kresha. Kështu që ne do ta kemi sot të ftuar atë në studio për herë të parë, për ta njohur pak më shumë si personazh, për të mësuar për marrëdhënien e saj, për martesën e saj me MC Kreshën, kështu që me shumë duar trokitje dhe me shumë kuriozitet, e presim në studio Erzina Shehu. Erzina, mirë se erdhe. Sa e bukur që nge bërë sot, po pëlqen shumë stili yt. Edhe çorapet, faleminderit. Komentoja se janë trend, goxha është interesante, si kam parë shumë kohë të fundit, kështu që duket do jetë një trend, kam jam e sigurt së shpejti. Ti shkëlqen, që është shumë e bukur nga afër, kisha parë në video, në ato që është shpërndar me MC Kreshën, kështu që turoj për martesën me të, edhe bashkë njëri tjetrit, po 5 vite bashkë. Bukur, një çift shumë i bukur edhe shumë interesant. Falenderoj shumë që je këtu ndërkohë sot me ne. Më vjen shumë mirë që i marr, faleminderit. Duke shumë bukur, duke shumë bukur, falenderoj shumë. Do t'ulemi për ta njohur më shumë. MC Kresha ka shumë fan, ka shumë adhurues, jam e sigurt që janë të gjithë tani përpara ekranit, për të njohur edhe Erzinën, sepse është herë e parë që vjen dhe flet për veten tënde, po edhe për raportin që keni së bashku. Kemi përgatitur fillimisht një profil për ty personalisht, e ndjekim, rrefojmë në mënyrë të përmbledhur historinë tënde dhe më pas e tregojmë edhe në intervistën tonë. Le ta shohim. Erzina Shehu është një grua e suksesshme sipërmarrëse në fushën e modës, me përvojë si menaxhere e një brendi në Kosovë, ndërsa sot drejton markën e saj. Erzina ka lindur në Prishtinë, por është shpërngulur në Kanada në moshën 5 vjeçare, ku edhe ka ndjekur studimet e larta për marketing dhe biznes. Në moshën 14 vjeçare, është rikthyer për herë të parë në Kosovë, duke ruajtur gjithmonë një lidhje të veçantë me vendlindjen. Ajo u bë e njohur për publikun pas martesës me reperin e njohur shqiptar MC Kresha. Erzina Shehu dhe Kresha kurorzuan dashurinë e tyre në një ceremoni private në Prishtinë në dhjetor të vitit 2019 dhe sot ata janë prindër të 2 fëmijëve, Izës dhe Dinit. Edhe pse kanë zgjedhur ta mbajnë jetën private larg syrit të medias, her pas here kanë ndarë me ndjekësit momente të veçanta nga familja e tyre. Sot do ta kemi në studio për të na rrëfyer më shumë rreth jetës, pasioneve dhe marrëdhënies së saj me MC Kreshën. Profili bukur, po edhe ti personazh shumë interesant. Shkoni shumë me MC Kreshën të dy, të bërë për njëri tjetrin. Po, faleminderit, edhe unë menoja ashtot. Çift shumë i bukur, edhe një familje shumë të bukur që keni krijuar së bashku. Përpara se dalim tek historia jote me MC Kreshën, ti ndërkohë je larguar shumë herët drejt Kanadas. Si ka qenë historia? Je larguar me prindrit, me familjen? Të gjithë fisi jam është andej në Kanada, dhe kam qenë shumë e vogël dhe kam kalu gjithë jetën andej, pëthuj, se je gjithë jetën. Që je rritur praktikisht në Kanada, duhet je shtetasë kanadeze, me siguri, dhe ndërkohë u ktheve në Kosovë. U ktheva në Kosovë. Si ndodhi kthimi? Me punë, në fakt. Unë kom punu për Zara, kompani ndërkombëtare, dhe më ka sjell kompania këtu në Shqipëri, në fakt, për herë të parë. Ke qenë këtu tek Zara në Shqipëri? Kom jetuar këtu për 10 muaj, drejtoresha e Zarës në Shqipëri, dhe pastaj kom ikë në Prishtinë për me hapur Zara në Prishtinë. Dhe kur isha në Prishtinë, takova burrin. U njoh aty me MC Kreshën, ishte pak kthim pas pastaj, të mbajtja aty gjithmonë. U njoh aty me MC Kreshën. Më pas ndërkohë ke filluar edhe brandin tënd duke qenë që ke lidhje të pëlqen fashioni, veshjet, moda. Kjo ka qenë gjithmonë ëndra ime, kjo ka qenë mendimi para 10 vite, gjithmonë do e kem një kompani timën me roba me mod, dhe para 2 vite kum fillu me punu për Meraki. Edhe tani Meraki u lancu, ka një muj tani,
edhe kemi online për merakilabeled.com. Unë më shtuar shtuar shumë suksese. Yes. Më bëri përshtypje edhe dua ta komentoj pak fakti që hyre me një çantë. Ajo është një çantë apo jo? Se nuk ndodh shpesh që të vi në program të ftuarat bashkë me çantën me vete, por kur është pjesë e veshjes, e lukut total, ajo nuk smanget. Kjo është pundim dore nga Meraki, edhe çdo pundimet janë vendore. Më pëlqen shumë ngjyra roze çantës edhe ngjyra e kostumit që ke veshur. Dy nuanca të ndryshme të rozës, po që shkojnë për mrekulli bashkë. Po, edhe mu më pëlqen shumë. Cila është ngjyra jote e preferuar në veshje? Pink dhe kuq. Pinku dhe e kuq. Edhe zezë. Për të gjitha, mendoj si ndihem atë ditë, dhe pastaj edhe si është koha dhe... Edhe kombinohesh pasaj. Ka lidhje shumë me gjendje shpirtërore. Po, me anën psikologjike, vërtet. Si u njohe me MC Kreshën, si ndodhi ky moment? Isha në punë. Ma përshkruaj pak atë situatën. Unë gjithmonë kam qenë fan e Kreshës, kush nuk është. Dhe isha në punë dhe punëtorët e mi ma kanë sjellë si një surprizë për ditëlindje. Vërtet? Po, dhe Kresha u arë në shtëpi time. Do më thënë, ti kishe ditëlindjen dhe kishe organizuar një fest për ditëlindjen tënde. Po, tek shtëpia ime, dhe punëtorët e mi kanë ditë që jam fan e Kreshës, dhe pastaj, kur këmë thonë, kam qef me njoftu MC Kreshën, ose me shku në një koncert, ata i kanë bo lidhjet e veta, dhe pastaj kanë sjellë Kreshën tek shtëpia ime. Ka qenë totalisht surprizë. Ato se kanë menduar që mund të ndodhte një njohje me si ush më pas edhe... Jo. Thjesht kanë dashur të të bëjnë një surprizën e jetës, duke të parasysh që t'ishe një adhuruese e ti. Po, dhe pastaj Kresha u fot mbrana në shtëpi timen dhe nuk ka dalë më. Shkëndijat e para, si atërhoqe vëmendjen, si e bëri për veten si Kreshën? Nuk e di, ai më thotë që jam shumë e thjeshtë, pozitive. Nuk e di, u dashuru në mu. Qatë natë dhe ai? Qatë natë, po, ai, po. Unë e kom qenë ma shumë, wow, është MC Kresha, në emocionet, po. E ka dash zoti kështu, ka qenë e shkruar. Për ty ka qenë diçka e hershme, sepse ty s'ka pëlqyer si artist, e ke adhuruar së largu, ke pëlqyer muzikën e tij, po pastaj edhe kur e njohe si njeri, si person pastaj të bëri për vete. Çfarë të pëlqeu më shumë në karakterin e tij si personalitet? Është super smart, dhe super i thjesht, dhe është burr, është i mirë, dhe kujdeset për mua, dhe gjithë shka. Po, është super njeri. Edhe bën me të haru që është i famshëm, a kuptan? Jetë një jetë shumë të thjesht, edhe ashtu, më ka bo për vete. Në fakt, kjo gjëja ndjehet edhe nga mënyra se si ai bën muzikën, bën një muzikë shumë bukur, pa diskutime, dhe ka vërtet fansa pafund kudo, Kosovë, Shqipëri, gjithandej ku ka shqiptar në përbot, por edhe ndjehet në fakt, filozofia e tij, mënyra të menduarit të jetës, ndjehet shumë në mënyrë edhe si flet, kur jep intervistat e tij. Kështu që është një artist i formuar në gjithë dimensionet, pra në gjithë kuptimin e fjalës. Edhe në jetë private është ashtu të Kresha. Gjithmonë është të mësuar diçka, gjithmonë kujdeset, nuk e di si me spjegu, por si është në televizion, është ashtu edhe në jetë reale, dhe është shumë bukur me pas një person që gjithmonë ka diçka për të thënë. Po. Si erdhi momenti i propozimit? Pati një propozim mes jush? Jo, propozim kështu në gjuhë? Në gjuhë ose një moment? Ose kur u hodh ideja e të bërit të dasmës, të martuarit? Aktualisht, ajo nuk ka qenë, darsma ka ardhë papritur, sepse na kemi pas vetëm me bërë fejes. But si thash, zoti ka dash ashtu sepse Covid-i pastaj ka qenë, so në 10 orë jemi martu, edhe sepse të gjithë fisin e kam në Kanada, kanë ardhë të gjithë në Kosovë, dhe kemi thonë, okej, e bojmë si një darsëm të vogël me familjar. Ju e keni bërë pas Covid-it? Para Covid-it. Para Covid-it. Po kishëm prit, nuk kishëm pas darsëm, që tani fëmija ju në ardhë, jeta vazhdojnë. Po, so ka qenë shumë mirë. Kishte fati juaj edhe sa mirë që u bë. Po, edhe ka qenë shumë shpejt, brenda një muaj kemi organizu dhe... Kishti djegur fare në dasëm, se është fantastike atmosferë që shkryuar aty pamet e këto momente. Ka qenë shumë mirë. Shumë mirë, shumë fun. Duket shumë bukur. Jemi knaq për vete. E kemi shijuar. E keni shijuar ju të dy së pari. Bukur, më pas erdhën fëmijët. Si ishte ai momenti kur u bët prindër për herë të parë, të dy bashk, ato sfidat e fillimit, sepse pa diskutim është një moment i jashtëzakonshëm, por nga ana tjetër ka edhe sfidat e veta, sidomos kur je për herë të parë. Po, normal. Mrekullueshëm.
full dashuri, por unë kënë qenë në Kanada kur e këmë bërë izën. A, ke shkuar, Këm shkuar, po, këm lindur andej, dhe këm pas të gjithë familjen për rrëth, mamin, babin, motrën, vllahun, dhe më kanë ndihmu. So është e rëndësishme me pas familjen për rrëth, sidomos kur bësh mam për herë të parë, edhe herë të dytë të tretë besoj, dhe edhe kresha ka ardhur andej, so ka qenë normal, totalisht ndryshëm jetës, të edhin si, adin është shumë një gjë komplet ndryshe kur ki fëmijë, por familja me ka bërë më letë se më kanë ndihmu. Dhe unë e kresha gjithmonë kemi dash me qenë prindër, dhe jemi shumë të lumtur, dhe e kemi tani izën në dinin, edhe është e mrekullueshme, ndjenja është shumë e bukur për me qenë një nën. Si është MC Kresha si baba? Si do ta përshkruaj? Është autoritar, është ai babai që i plotson çdo tek edhe ja lë këtë pjesën e vështirë mamit në shtëpi, të vendosi kufit për gjërat, si keni ndarë rolet? Unë jam ajo që lozi më fëmijë më shumë, nuk ja plotësoj totalisht të gjithë dëshirat, e Kresha është më strikt, i përkushtuar shumë për më strikt. Edhe është mirë, se dikush do ta bëj këtë gjë. Dikush do ta bëj, edhe jam shumë happy që Kresha e ka marrë atan, sepse është shumë vështirë për mu me thonë jo. So, është mirë se të të lozëm këtë polici mirë dhe polici keq këtë lozë. Por Kresha është shumë i përkushtuar dhe vajza është shumë e lidhur me Kreshën, edhe djali, dhe po. Ne ndërkohemi duke parë edhe fotot tuaja, foto familjare që vinë me fëmijët, ju të dy, MC Kresha gjithashtu, edhe duke një kaq bukur, edhe fëmijët si drita, të dy, të dy si drita. Mashallah. Mirë, ne kemi një kolazh me disa video tuaja të familjare, të private tuajat, që dua që ti shfaqim tani për teleshikuesit. Ky ishte një kolazh i bukur shumë, juaj së bashku, momente të tilla keni plot, edhe duket që keni një harmoni shumë bukur në familje, por edhe nga ana profesionale kam përshtypjen unë e mbështesni njëri tjetrin, apo jo? Shumë përkrahas jemi ndaj njëri tjetrit, sidomos në Kresha është MC Kresha dhe i ka është shumë i kushtuar në punë. Si thëret? Kresha? Kresha. Kreshosh. Me përkëtheli. Kreshosh. Po, jemi shumë pozitive një tjetrin dhe i kuptojmë një tjetrin edhe Kresha ka qenë shumë përkrahas për unë të hapur merakin dhe gjithmonë do jetë përkrahas edhe është shumë mirë me pas një person, një bashkëshor në shtëpi që të përkrah në çdo hap të jetës tënde. So mirë, shumë pozitive dhe fëmijët janë njësoj si ne, pozitiv, happy, edhe inshallah gjithmonë shkon kështu. I transmetohet fëmijët, shiko, fëmijët marrin nga prindri, do me thënë modelin që shohin në familje, ashtu bëhen dhe ata, kështu që është kaq e thjeshtë, është se mundohemi nga njerë të lexojmë shumë për edukimin e fëmijëve, çfarë të bëjmë, teknika, metoda, po në fakt është shumë e thjeshtë. Mjafton të kontrollor sjelljen tënde dhe ja ke dhënë modelin fëmijës tënd. Fëmia merr shumë më tepër nga ty vetë personalisht sesa nga gjithë këshillat edhe leksionet që mund t'i japësh duke folur. Definitivisht, po. Ashtu e lodhi kokën gjithmonë, se në internet është gjithë shka ki, mos bëj kështë, bëj ashtë, dhe e lodhi trurin të mendu, a këm po mirë sëtë, a du të mi folë më shumë, a këm folë shumë, nuk e di, edhe është shumë mirë me di që fëmija është pasqyrja yte. So qëfar bën për ditëshmëri, ata do e kapin më së shumëte. E vërtet. Qëfar do doje ti të merrnin të dy? Ndoshta ata e kanë dhënë e para se nëse kanë një prirje të veçantë, por qëfar do doje të merrnin më shumë nga ty? Dhe qëfar do doni të merrin më shumë nga MC Kresha? Pyetja mirë. Nga unë, pozitivitetin, sidomos tani unë kam qef që mia jep një shembull vajzës dhe djalit që mami mundet me punu edhe me qenë në shtëpi. Dhe edhe nga Kresha njësoj, edhe ajo është shumë pozitiv, edhe punon shumë fort, edhe na mundohem shumë, sidomos Iza është pak më e rritur, dhe i tregojna më qenë mërë njose, që është shumë e fatë që i ka prindrit bashkë, është shumë e fatë që i ka gjyshen, mrethin, që ka buk me hangër, ujë të pirë, adin gjërat e thjeshta që ndonjëherë nuk mendojna, për jashtë jetës tonë plot njerëz dhe i kanë mangë.
E thash mirë? Po, shumë qartë, shumë qartë. Dhe në të ardhmen çfarë do doje që ata të ishin, nëse do kishe ti një preferencë profesioni? Honestly, vetëm shëndet dhe të lumtur. Se nuk është që mendoj në profesion. E ku me ditë çfarë profesioni do vjen atë kohë? Bota po... Fiks. No, ndoshta jemi në një moment aq të... A do jemi në toka në Mars, nuk e di, por... Dhe është e vërtet se dhe unë po e mendoj para ca kohësh, tani kur pyesim çfarë profesioni do, nuk dim do përgjigjemi më, sepse nuk e di se ç'na pret dhe çfarë. Edhe rudina vetëm e mendu aq larg, unë isha stresu edhe kisha vdek në vend. So kështu ma mirë mendoj ditë për ditë se nuk mund jetojmë të tashme. Yes. Jetojmë në një kohë ku e tashmja duket se është më e thjeshtë tani për ta kuptuar që ka rëndësi e tashmja dhe mos mendojmë shumë për të ardhmen sepse është totalisht as kontrollit duket mua në këtë kohë që jemi dhe në këtë moment që jemi duke jetuar. Kështu që të jetojmë të tashmen se e vetmja gjë e sigurt që kemi është pikërisht çasti edhe momenti tani. Mirë, kemi disa video tuaja në TikTok. Okej. Të cilat nuk e di kur janë postuar tamam, po ju në Kosovë ju hyni në TikTok, normalisht. Po, se ne këtej nuk e përdorim do TikTokun, po janë video që i keni postuar dhe më herët. Le ta shohim pak të kolazh. Video që mua më duket se kanë dhe shumë argëtime shumë për ju me njëri tjetrin, me idenë për të bërë pak humor, po cili është në fakt zhanri të muzikor i preferuar? Tashmë ndoshta edhe për ndikimit të MC Kreshës. Jemi? Wow. Unë ndëgjoj mas së shumë të MC Kreshën, jo që është buri jem, për... Ka pëlqyer më përpara, po se edhe vetë historia ju e njohjes të tregon. Unë du të gjithë muzikën edhe gjanat të ndryshme. Rock, rap, indie, country, në Kanada ndëgjojmë shumë country music. Por tani jam me The Wheels on the Bus, të nditën, me muzikën e fëmis në YouTube. So nuk është që... Nuk kam as kohë, Kresha gjithmonë, Zina dëgjoj këtë këngë, vë ndonjëherë nuk mundem as me ndëgju as një këngë. Sepse jam gjatë gjithë kohës me fëmi dhe qëtësi. Shumë e qartë. Po thoj që MC Kresha të ka mbështetur ty në gjithë sipërmarrjen tënde, në gjithë angazhimet e tua profesionale, siç edhe ti e mbështet në pjesën e ndoshta të marketingut, nëse nuk e di se si e keni si e ke gjenë ti formën për ta mbështetur MC Kreshën, apo thjesht duke i hequr atë ngarkesën në familje, në shtëpi, duke ja bërë gjërat gati dhe duke i shmangur stresin. Po, mendoj unë. Duke ja lehtësuar. Po. Në atë pjesë jam gruaja e Kreshës dhe jam mama e 2 fëmijëve dhe unë e bëj the house a home. Ne i themi shtëpi gjithmonë, s'kemi 2 variante. Shtëpi. E kthe në një shtëpi të ngrohtë, pra, ambient të ngrohtë familjar shtëpin. Ja, kur janë nga puna, e sjellë drekën, just jam bështetet tek unë. Dhe mundona sa më shumë jam bështetën, me fol, me pas kohë vetëm unë edhe ai. Dhe kur vjen në shtëpi vonë pas koncertit, me pas kohë me një tjetërën, me tregu streset e punës, ose çfarë ka ndodhur, ose për me fol për fëmijë, këto gjëra që besoj që çdo grua. Cila është kënga jote e preferuar, më e preferuara, numër 1? Not You, Love, Love, Semafor, të gjitha, Rudina, është MC Kresha, çdo këngë është art. Është kjo apo jo? Po. Love, Love. Kjo është e para fare që ti... E para, po, Love, Love, po. Ha, baby, sina një lately, shkundi mu që pom, edhe dhe I treti. Është artist fantastik, duhet të MC Kreshta, është artist shumë I mirë. Mirë, ndërkohë sa po ka publikuar këngën e ti më të fundit, MC Kresha, apo jo? Kam përshtypjen që Pardje, 2 ditë ka? Me dhurata dorën. Me dhurata dorën. Fladi Verës, Pardje, Pardje fix. Fladi Verës, unë të ta sjellim. A mund ta sjellim një moment në studio? Shumë e bukur kënga e re fantastike, bashkëpunim fantastik. Është sa po publikuar, pra është e freskët fare, vetëm 2 ditë ka, e keni në YouTube për ta ndjekur të gjithën, po një tjetër këngë e bukur e MC Kreshës duhet thënë, kështu që përgëzime. A bëhesh xheloze për MC Kreshën ndonjëherë? Jo. Jo, se unë e di
kanë e ku martu, dhe nuk është që unë dhe Kresha jemi martu të ri, jemi martu me mosh pak më të madhe, dhe... Pjekur, le të të pjekur, po, ashtu dhe shta me thonë. Dhe menoj që jemi shumë të përkushtuar me njëri tjetrin, dhe unë e di që ka fanza, po Kresha shumë i përkushtuar në jetën familjare, dhe jo, nuk bëhem asë njëni për njëri tjetrin. Nuk kemi arsye pëse. Dështa me mjaf ndo një arsye, mundëm, kush nuk është, kur e dënë dikën, por nuk më jap atë arsye. Po, ka ndo një dedikim për ty në këngët e ti? Kur? Ndoshta do ndodh. Deri tani jo. Deri tani jo. Por ndoshta, Kresha kur e shkruan muzikën, e shkruan është art. Dhe nuk mendoj që asë një këngë ka, por ndo një dedikim, më shumë është art. Kështu që varet si vjen momenti, çfarë ngacmon në një moment të caktuar, është e vërtet ajo, nuk është me komand, nuk e kontrollon dot, nuk është formulë matematikore. Është të ditë, ndonjëherë jemi të grënë drejt, dark, dhe lind do një fjalem, dhe shkruan, dhe unë e di, ato tani lidh. Nuk e di feks të shme folë me Kresha për këtë qëse. Herën tjetër, kur të vini të dy bashkë, pres të dy herën tjetër. Ajdan, po. Me që jemi tek dedikimet, se kemi një këngë, sigurisht se do presim kur të vija i moment, por ka një dedikim për ty sot. Pikërisht, MC Kresha, le ta ndjekim. Hajde, do. Shpresoj që të pajlu mirë në emision. Unë realisht të dash me të rëmbedhë jetën të rëmbut për ta që këtë video. Spori për du me të thonë që jëmë krenar me ty, jo vetë si bashkëshorte, po si një biznismene edhe një grua e gudzëmshme, që ma në fond e ke marrë një iniciativë për cilën këna folë shumë gjatë. Në fakt, ti ke folë shumë gjatë avën ku vazhdu bisedën tonë, edhe ma në fond ke arrit me realizu ato që ke ndru, me lansu brandin tanë, edhe e ke bo taman që është ke pas qef për merak. Unë edhe fëmijët jena shumë krenar me ty, edhe pse fëmijët halojnë të vogël nuk din në ashtar. Me ta shprej atë krenarin e tëne që e kanë me ty, që kanë nënë, po veç pësqeshje atyne, lumëtënia atyne kur të shikojnë ty në sy, besaj që vërtetojnë që s'ka. S'po dën me zgatë ma shumë, jo që s'po kom shef, po s'po kom fjallë. Shpresoj që ky mesazh të sjellë besëqeshje, se ki besëqeshje më të bukur në botë. Love you, bagje dhe bumbi notë tu. Ciao. Sa mesazh i bukur. Tamam prej bashkëshortit të dashuruar. Edhe videon e bëri si artiste, edhe kur hyri me koncept, hyri dhe doli, ishte shumë e bukur. U lind për këtë gjë. Ishte shumë e bukur. Wow. Mesazh shumë i bukur, a? Pëlqeu. Emocione, sepse Kresha është shumë privat, në fakt. Unë jem ajo që e qas një anë tjetër të MC Kreshës për publik, në një anë private, se ai përveç muzikës që bën artin që e krijon, është shumë privat. That was so cute. Është mirë mi ndëgju këtu fjalë nga bashkëshorte. Her pas here ka nevojë. Patjetër. Edhe kur ti thot publikisht, po, se në shtëpi, po. Kur thoj publikisht, duket sikur ka një rëndësi tjetër dhe ka nevojë edhe për këtë her pas here. Ishte krenar për ty, për brandin që ti ke krijuar, dhe me që ne nisëm fillimisht bisedën me to, do doja thjesht të më përshkruaj pak si është ai imazhi i gruas ideale ose i vajzës në modelet e tua, në veshjet që ti realizon. Çfarë të frymëzon ty? Si e sheh ti atë gruan që vesh? Një grua me vetë besim, një grua independent, e lumtur. Në gjithë anët nuk i shoh vetëm gruat që janë mama, por edhe vajzat më të reja, edhe meraki i frymëzon edhe ato vajzat më të reja si i keme produkte të ndryshme, por një grua e mirë. Që jep rëndësi vetë vetës, që është shumë e rëndësishme, ne edhime si grasë, është rëndësishme jep jo vetëm në dukje, për mentalisht, me jep rëndësi vetë vetës. Dhe ashtu e shof një
a Meraki woman. Bukur. Dhe përveç veshjeve ka edhe aksesor, sepse po thoi që edhe çantën gjithashtu e keni pjesë të brandit. Po, i kemi çantat që janë punuar me dorë, Me dorë të gjitha. lëkurë dhe rafa, vendore. Ajo ka qenë shumë e rëndësishme për mua. Dhe nështë më është me përkëthy për të save our heritage, se gratë tona Për të kanë... trashëgiminë tonë kulturore. Më falë, po. Se që ndisin, traditën, dhe mi jap edhe atëve gra një mundësi me punu. Se është një traditë shumë e bukur që e kemi ne. Shumë bukur. Se këtë traditë nuk e kanë botrore. Po, e vërtet, e vërtet. Kështu që ta ruajmë sa e kemi, e? Po, me ruajt. Edhe me bo ma moderne, që vajzat tani në këtë kohë, edhe internationally, ju pëlqejnë gjërat. Dhe kemi aksesor, blazers, skirts, Gjithçka, pra, gjithçka. Për Meraki kemi, Rudina. Një këshill në lidhje me sezonin e praverës e verës, çfarë do të kemi parasysh në veshje? Ngjyra, ngjyra të ndryshme për verë, në veshje, kemi shorts që do vinë, Pantallonat e shkurta, funda, dhe tani kemi edhe një koleksion të ri që do e bëjmë vetëm për plazh, që jam shumë e lumtur, so excited. Po. Sa bukur, kështu që kur të sjellësh këto koleksione her pas here, mund të nëse ti të vjen në Shqipëri, në Tiranë, se jo për të folur edhe për modën, konkretisht edhe dedikuar pikërisht asaj teme, një herë tjetër, me shumë kënaqësi do dëshironim të flisnim. Unë ndërkohë të uroj shumë suksese. Faleminderit Udina. Me brandin tënd, i cili për momentin tani në Kosovë apo edhe online, po thuaj që është online tani. Të gjithë porosisin. Merakilabel.com. E qartë. Kurse në Kosovë keni hapur dyqanin tuaj? Do e hapëm shumë shpejt. Do e hapëm shumë shpejt, edhe unë të uroj shumë suksese. Faleminderit Udina. Uroj që të shkoj gjithçka mbar edhe mirë për ty, po jam e bindur që duke që e bën me shumë dashuri edhe me shumë pasion atë gjën, edhe jam e sigur që nuk ka si të shkoj ndryshe. Inshallah çona me nga vende. Jam e sigur që do të shkoj mirë, ndërkohë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit Udina. Ma përshëndet shumë edhe MC Kreshën. Edhe do ta dërgoj MC Kreshën. E di shumë mirë që është shumë private dhe shumë i rezervuar, vështirë ta kesh në studio, por do doja shumë të kisha të dyve një herë tjetër, të dyve bashkë. Një herë tjetër po sigurisht. Falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit shumë e mirë. Kënaqësi që pata në studio dhe të mirëpres sërish. Turoj suksese. Faleminderit. Ne kemi publicitet, do të kthehemi pas pak. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë, do të japim një informacion shumë interesant. Do të flasim për një kartë shëndeti, e cila ofron një sër shërbimesh për shqiptarët që jetojnë ose vizitojnë Greqinë. Është karta EV Club, apo jo? EV Club, karta EV Club. Dhe pikërisht për të folur më shumë për të dhe për të marrë gjithë informacionin, unë kam të ftuar në studio Aleksia Janin, konsulente ligjore dhe përgjegjëse për komunikimin. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni sot këtu. Atëherë ne flasim për herë të parë për diçka të tillë në program. Është një kartë e re për cilën do dëgjojmë le të themi informacione për herë të parë, kështu që duam ta dim menjëherë për të bërë një përkufizim dhe çfarë përfaqëson, çfarë është karta e shëndetit EV Club. Karta e shëndetit EV Club nuk është thjesht një kartë shëndetësore, është një partner në rrugën e mirëqenies. Karta e shëndetit EV Club ofron për të gjithë shqiptarët që kanë emigruar në Greqi dhe për të gjithë shqiptarët që vizitojnë Greqinë në herë pas here, një akses në një rrjet të gjerë mjekësh, klinikash private, qëndrash diagnostikuese për çështjet mjekësore, për sa i përket diagnostikimit, parandalimit dhe trajtimeve të ndryshme të problemeve shëndetësore që mund të kenë. Në një mënyrë ekonomike, të menjëhershme, pa lista pritjesh, pa pasur nevojë për sigurime shoqërore, pa pasur nevojë për leje shëndrimi. E qartë. Pra, edhe njëherë për të fokusuar, vëmendjen do ta kërkojmë këtu për gjithë ata shqiptarë që jetojnë në Greqi dhe për shqiptarët që vizitojnë Greqinë, që udhëtojnë në Greqi. Po, dhe për të gjithë shqiptarët që dëshirojnë të kenë trajtime, që jetojnë në Shqipëri, por dëshirojnë të kenë trajtime dhe shërbime shëndetësore në shtetin grek. Mund të bëjnë disa, po patjetër, mund të bëjnë për shembull duke telefonuar në numrin e telefonit, të cilin do të kenë në kartën e tyre, në poseduesit e kartës. Nëse marrin këtë kartë, kanë një numër telefoni të cilin e telefonojnë dhe direkte një operator i onit do t'i shërbejë në gjuhën shqipe. E qartë. Atëherë, pse dikush duhet ta zgjedhë këtë kartën EV Club?
Karta e shëndetit EV-Club nuk është thjesht një produkt sigurimi. Megjithatë, ajo ofron përfitime të rëndësishme dhe mund të mbulojë në mënyrë shtesë çdo program sigurimi, veçanërisht në kujdesin parsor. Pa kufizime, që do të thotë është e disponueshme për të gjithë edhe për të moshuarit, edhe për persona me probleme kronike, ndryshe nga sigurimet që shpesh përjashtojnë këta individ. Pa pritje, do me thënë, aktivizohet me njëherë pas blerjes, nuk ka periudha pritjeje si sigurimet klasike, përfshin gjithashtu dhe kujdesin dentar, një shërbim që radhë herë mbulohet nga sigurit nga kompanitë e sigurimeve dhe është pa kufi minimal shpenzimes, që do të thotë mund ta përdorni për çfarë do lloj shume. Ndryshe nga sigurimet që mbulojnë vetëm një shumë që fillojnë mbulimin pas një shume të caktuar. Nëse dikush është tashmë i siguruar, pse duhet ta marrë këtë kartë? Përgjigjja është e thjeshtë, karta nuk siguron, zëvendëson sigurimin tuaj, por e plotëson atë. Sigurimi mbulon vetëm një pjesë të kostave, shpesh mbi një shumë të caktuar. Me kartën keni mbulim të menjëhershëm dhe të plot për shpenzimet e vogla, vizitat e shpeshta apo kujdesin dentar. Bashkë ato ofrojnë një sistem të plotësuar të përkujdesjes shëndetësore. E qartë. Por nëse dikush shkon në një spital publik në Greqi, pse duhet ta ketë këtë kartë? Nëse dikush ka akses në një spital publik, që vjetin e kaluar, që të mundet dikush të vizitoj një spital publik, duhet patjetër të ketë amkën, si që quajnë në Greqi, që është numri personal i identifikimit të personit të siguruar, dhe të ketë një sigurim shëndetësor. Me kartën EV-Club nuk është nevoja për këtë lloj sigurimi shëndetësor, sepse ju me njëherë do të lidheni me qendrat shëndetësore, të cilat do ju drejtoj personit të cilin ju do të telefononi në numrin që keni në kartën tuaj dhe problemi juaj është i zgjidhur. Pra, shërbimi le të themi është gjithçka është e garantuar, pra gjithçka është e mbuluar nga njerëz që të orientojnë, të shërbejnë edhe të çojnë aty ku duhet, sipas nevojës që ka çdo person, e qartë. Si mund të blihet kjo kartë edhe cilat janë mënyrat me cilat mund paguhet? Kjo është shumë e thjeshtë, kjo kartë mund të blihet online duke vizituar faqen zyrtare të EV-Club, ose mund të blihet duke telefonuar në numrin 082 500 005. Dhe kemi një ofertë për të gjithë ata që do të telefonojnë në 15 minutat e ardhshme në këtë numër, kartë shëndetësore familjare për një familje prej 4 antarësh nga 400 euro, 150 euro. Pra i bie kosto vjeçare për person rreth 38 euro. Numri i telefonit sapo e shënuam në ekran, kështu që ky është pikërisht numri në cilin mund të telefononi për të pasur këtë ulje ekstra letër speciale që bëhet pikërisht në këtë moment për ditën e sotme dhe që ishte një ulje e konsiderueshme dhe që nuk duhet humbur. Mirë, sa kushton karta edhe një herë për ta Karta është karta individuale, është 100 euro në vit, që i bie kosto rreth 8 euro në muaj. Dhe është karta familjare të cilën përsërisht ne i japim sot me ofertë nga 400 euro, 150 euro nëse telefononi në numrin që shifni në reklam. Në ekran dhe që e sjellim sërish. Mirë, edhe një herë në mënyrë të përmbledhur, se nga që dëgjojmë për herë të parë dhe duam që ti sistemojmë të gjitha këto informacione që morëm. Cilat janë edhe një shërbimet që përfiton dikush që e blen këtë kartë? Shërbimet janë të shumta, por unë do të përmend disa prej tyre, siç janë check-up-i falas, transporti me ambulancë falas në raste emergjente, gjithashtu zbritje në trajtime të ndryshme, si për shembull në check-upin vjetor që çdo kush mund të ketë nevojë falas, gjithashtu analizat e gjakut me këtë kartë janë me çmim të reduktuar, janë vetëm 3.5 euro, eko e tiroideve është nga 50 euro, vetëm 10 euro do të paguajnë bartësi kësaj karte dhe një tjetër shembull që mund të sjellë është mamografia digjitale që të gjitha ne femrat për arsye parandaluese duhet ta kemi në kontroll rutinë që duhet bërë vazhdimisht dhe kjo është e padiskutueshme. Është vetëm
19 euro nga 60 euro. Që ka çmimin e vet normal, nëpërmjet kartës ti e merr me një çmim të tillë. Mund të shkohet me këtë lloj karte në çdo lloj klinike apo qendre shëndetësore? Si funksionon? Me këtë lloj karte mund të shkohet në klinikat, në mjekët dhe në qendrat shëndetësore të kontraktuara me ne. Është një gamë shumë e madhe klinikash që operojnë në territorin grek, që janë mjaft të njohura. Ja vlen për të përmendur për shembull qendrën Jasop, për çdo që ka vizituar Greqinë ose jeton aty, sepse duke qenë se i referohemi edhe migrantëve të Greqisë, është shumë e dëgjuar klinikë si Euromedica, Biokliniki e të tjerë. Janë të gjitha shërbime që merren vetëm nëpërmjet kësaj pagese, pra dhe abonimit e themi, ose blerjes së kësaj karte. Patjetër. Edhe njërë se ishte informacion interesant, pra jo e marrin këtë kartë, kanë të drejtë të përfitojnë nga gjithë shërbimet që ofron kjo kartë. Shqiptarët që jetojnë në Greqi dhe që janë duke na ndjekur tani dhe është një mundësi fantastike me këtë çmim që juve e siguroni dhe ofroni. Shqiptarët që udhëtojnë në Greqi, që mund shkojnë për pushime ose për të qëndruar një periudhë të kufizuar të caktuar, janë të siguruar nëse kanë një kartë të tillë, le të themi që çfarëdo që t'i ndodhi në mënyrë të barabartë me çdo shtetas grek ose me çdo shqiptar. Pra merr të njëjtin shërbim që do të merrte edhe një shtetas grek. Dhe jo vetëm, por edhe shqiptarët që jetojnë në Shqipëri. Dhe shqiptarët që jetojnë Për në Shqipëri. pasur ndoshta një siguri më shumë, një garanci më shumë, një kontroll më shumë nëse duan të bëjnë, duke pasur mund ta blejnë këtë kartë dhe në një moment që ka nevojë mund të udhëtojnë në Greqi për të marrë këtë shërbim shëndetësor apo jo? Po, patjetër. E blejnë këtë kartë, në numrin mund ta porosisin në numrin që shikoni në ekran, 082 500 005, dhe kartën ju do të e merrni në adresën në të cilën keni dhënë, rreth 2 me 3 ditë, jo më shumë se 2-3 ditë, do e merrni në dorëzim, karta është aktive me një herë, ju në rast emergjencë ose nëse do të planifikoni një vizitë, thjesht telefononi në numrin që keni të karta juaj, me një herë do t'ju përgjigjet një përfaqësues i joni dhe t'ju drejtoj në qendrën sipas nevojës tuaj. Pas kërkesës tuaj. Atëherë edhe një herë, numri i telefonit është ky për të porositur kartën edhe për të marrë të paktën për të marrë informacion dhe për të vendosur për ta marrë këtë kartë e cila vjen në fakt me një çmim shumë të mirë. Në momentin që e blejmë kartën, çfarë hapi tjetër bëjmë? Pra e përdorim atë kartë vetëm në momentin që na del nevoja, kemi nevojë për një shërbim shëndetësor, apo sapo e blejmë duhet të marrim në telefon edhe të aktivizojmë kartën në një farë mënyrë? Jo, nuk është nevoja për aktivizim, karta është aktive në momentin e dorëzimit dhe juve mundet të merrni çfarë do lloj shërbimi sa herë të doni pa kufi brenda vitit. Brenda vitit, pra për një vit të tërë? Vetëm për shumën që sa po përmëndet, 100 euro në vit. 100 euro në vit dhe ti ke një shërbim ekstra, le të themi shëndetësor, i cili është gjithmonë i nevojshëm edhe ofron shumë qetësi, le të themi, duhet thënë, kur bëhet fjala për të siguruar shëndetin, sa më shumë të kesh mundësi të kontrollosh edhe të bësh vizita me mjek, gjithmonë është një opsion fantastik. Është një kartë me një çmim shumë të leverdisshëm, duhet thënë, dhe që nga ana tjetër ofron shumë shërbime të cilat janë të mbuluara vetëm me këtë lloj pagese. Për t'i kujtuar edhe një herë, me që jemi edhe në fund të kësaj kohe, numri i telefonit i shënuar në ekran është tashmë në dispozicionin tuaj dhe ju ofron mundësinë e marrjes së kësaj karte me një çmim ekstra, që ofrohet vetëm për ata që telefonojnë tani, por ndërkohë edhe një herë 15 minutat e ardhshme. Dhe 15 minutat e ardhshme, diçka shumë të rëndësishme, dua të them që karta F Club, kompania F Club operon prej 16 vjetësh në Greqi. Ka një përvojë shumë të madhe, ka një numër shumë të madh antarësh, rreth 400.000 antarë, për të cilët përkujdeset me besnikëri dhe me devotshmëri. Kështu që tani ofron këtë shërbim edhe në Shqipëri tashmë, propozojnë edhe tek shqiptarët. Kështu që një mundësi më shumë për të pasur në kontroll shëndetin tonë. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot edhe faleminderit për informacionin dhe ju uroj punë të mbarë ndërkohë. Ju falenderoj dhe unë shumë. Faleminderit shumë. Ne do të kemi publicitet, kthehemi pas pak. Jemi kthyer në studio, në këtë pjesë të tretë do të flasim për librin, sepse sot është 23 prilli dhe është dita botërore e librit. Dhe ju kam të ftuar 2 votuese sot në studio, mikesha të programit tonë, sa herë që flitet për librin, në fakt gjithmonë një kënaqësi ti kemi këtu. Elda Vela, drejtuese e shtëpisë votuese Mediaprint, dhe Ana Shkreni, drejtuese e votimeve Berk, e shtëpisë votuese Berk. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu dhe gëzuar ditën e librit. Gëzuar ditën e librit. Atëherë si na gjen kjo ditë botërore e librit këtë herë? Në çdo vit e trajtojmë si temë, gjithmonë diskutojmë edhe për gjatë gjithë vitit. Si vjen ky 23 prill këtë herë në raport me librin, marrëdhënien me lexuesit dhe librin? Dita ndërkombëtare e librit 23 prilli dhe dita e të drejtës së autorit
Në fakt, mendoj që nuk na gjen shumë mirë. Mbas shitjeve të nëntorit, menduam si botues që janari shkurti në përgjithësi janë muaj të vështirë për shitjen e librit, por shikoj që marsi dhe prilli në fakt nuk ishte shitjet si vitin e kaluar. Ndoshta është një vit zgjedhor, njerëzit kanë pasiguritë të tyre ekonomike, por shikoj që për librin ka ditë gri. Libri nuk po ecën me ritmin e viteve të tjera. Ajo çka ka qenë goxha më mirë. Ajo çka vëre është që ka lexues konstant, por shoh që nuk ka lexues të rinj. Domethënë, i njëjti lexues vjen dhe blen librin e dytë, të tretë, për shembull, të shtëpisë botuese Mediaprint, por nuk ka lexues të rinj për të njëjtin titull libri. Ana, si mendon? Unë mendoj një lloj, mendoj që një nga problemet kryesore tek mungesa e lexuesve të rinj është edhe sa i takon moshës, sepse ne një pjesë të madhe të lexuesit të ri kemi parë të orientuar më shumë drejt librave për shembull anglisht, që ky është një problem shumë i madh. Duke sikur nuk do ishte, por në fakt është një problem serioz. Dhe nuk është vetëm çështja tek një industri e tërë që pastaj shkon dhe lëngon apo profesionistë që janë përkthyesit, autorët, redaktorët e merat. Është dhe tek pastaj rënja e nivelit të lëvrimit të gjuhës shqipe dhe të aftësisë son për të komunikuar më mirë dhe me tjetrin shqip. Pra, problematika e librit, ajo që dua të them është që nuk duhet parë vetëm në dritën e shesim apo nuk shesim ne. Nuk është çështja aty, domethënë duhet parë në edhe sa qytetar më të mirë jemi. Kështu që në këtë sens unë mendoj që kjo rënje është edhe një rënje e nivelit kulturor në përgjithësi. Pra duhet bërë diçka për të ndihmuar, duhet bërë diçka për të krijuar një kundër lëvizje. Flitet shumë pak për librin, realisht, për librin, për autorët, dikur autorët ishin idhuj tanë. Unë e kisha idhuj të takoj autorët e letërsisë shqipe, si Adelina Mamaq, Gjait Bushati, apo shumë të tjerë. Ndërsa sot unë shikoj që fëmijët nuk kanë emocionet që kishim ne kur takonim një shkrimtar. Madje edhe kohët kanë ndryshuar, më përpara shkonte lexuesi i vogël te shkrimtari, sot shkon shkrimtari te lexuesi. Kohët kanë ndryshuar, teknologjia po bën të vetën, por unë mendoj që libri është ai që duhet të lidhi brezat. Libri mendoj që është gjë më e bukur që njerëziu më ka bërë dhe trashëgimia që të parë tanë na kanë lënë dhe që unë mendoj që është vetmja vlerë që duhet ta përcjellim. Megjithatë mua më bën të, sido që të jetë nuk më dëshpëron ai shumë duke pasur parasysh që periudha për cilën po flisni është e shkurtër, le të themi nga nëntori i vitit të kaluar, që ndoshta nuk tregon një trend të rënies së lexuesve, por mund të jenë dhe faktorë të tjerë dhe arsye të tjera. Janë zgjedhjet, është edhe vit zgjedhor, sepse po bisedoja me një mikun tim që punon në real estate dhe tha që dhe në kompanitë e real estate të shitjes së pronave kishte një stacionim, një ngadalësim të shitjes së pronave. Pra mendoj që kjo është një problematikë e përgjithshme. Megjithatë, mendoj që të ishte kjo dhe të mos tregonte për një rënje të interesit për librin në përgjithësi. Përveç se është vit zgjedhor, më fal të ndërhyj dhe diçka, shikoj që promovimi ose reklamimi ChatGPT-s, i alit si thon ndryshe, sidomos këto 4 muajt e fundit ka marrë një ato se shmangim dot dhe mendoj që sidomos të rinjt kanë një kuriozitet të shohin si funksionon dhe ndoshta atë kohë që mund të harxhonin me leximin e librit, tani duan ta harxhojnë duke zbuluar çfarë aftësish ka ChatGPT-ja, çfarë mund të bëjë ajo. Unë mendoj që detyra jonë në një farë mënyrë edhe enteve publike është që të gjitha këto hallkat kulturore të përpiqen të lidhin pak më mirë. Si më thënë, për shembull, nëse ne kemi autor të rinj shqiptar, le të gjejmë një mënyrë për t'i adaptuar për skripte teatri, pra që njerëzit kanë mundësi të shkojnë të shohin në teatr. Apo bën një ekspozit, po them Kotun Marubi, që ishte shumë e bukur, për së fundi. Aty mund të lidhen botime ekzistuese mbi fotografinë në Shqipëri, shqiptarët të bën diskutime, pra, të gjitha njerëz që interesohen për kulturën dhe diskursi kulturor të lidhi fragmentet me njëri tjetrin. Të mos jenë të veçanta, opera në një cep, teatri në një tjetër, ekspozita në një tjetër piktura, të gjejmë një mënyrë, duke qenë që libri në thelb është reflektim, është diskutim, që t'i lidhim të gjitha këto gjëra bashkë. Dhe jam e bindur që ndihmon shumë dhe në audiencia. Sepse të gjitha këto audienca pastaj do të shkartisen me njëra tjetrën. Pra, është rëndësishme të kuptohet që është një mendësi kjo. Unë realisht e besoj që ku shkon të shohë një ekspozitë të mirë, e ka aty tharmin për të lexuar një libër të mirë. Ku shkon në opera, e ka kapacitetin emocional, mendor për të lexuar dhe një libër pak më të thellë. Thjesht duhet të komunikojnë më mirë kanalet. Unë mendoj që ne nuk komunikojmë shumë mirë. Shumë e bukur dhe besoj që do funksiononte shumë. Cilët janë libra që ju keni sjellë sot, sepse kemi kërkuar dy votuesave tona të na sugjerojnë edhe nga një titull? Unë kam sjellë një libër shumë të veçantë,
Ana O, pacientja me numër 493, libri është përkthyer mjeshtrisht nga Maklena Nika. Ky libër në fakt është një libër i cili kërkon një mendje shumë të kthjellët kur e lexon, sepse libri është një reflektim se sipas një studimi në 33 vjet të jetës tonë i kalojmë duke fjetur. Por çfarë bëjmë ne gjatë gjumit? S'ka nevojë të bësh studim për këtë. Ka shumë aty jemi të gjithë. Po, por libri ka bërë një studim të thellë se ku shkon mendja jonë gjatë gjumit. Madje aty dua të citoj një shprehje që mendja bën vetveten. Mendja mund ta bëj ferrin parajs dhe parajsën ferr, dhe kjo është treguar në për fabulës së Anës. Në fakt Ana është pacientja e Freudit. Ka është një paciente e cila ka ekzistuar në vitin 1895, ka lindur dhe në vitin 1920 deri në 1930 ka qenë paciente e Freudit, dhe pikërisht Matthew Blake e ka marrë fabulën nga kjo paciente për të bërë këtë libër, për të treguar se Ana një ditë kryen një vrasje, por në fakt është një doktor i cili duhet të zbuloj në qoftë se vërtet ajo e ka pasur fajin, vërtet ajo ka bërë këtë vrasje, dhe ai zbulon që Ana ishte e sëmur me sindromën e tërheqjes, dhe duhet të studioj të gjithë të sindrom. Është një sindrom e cila tregon që në fakt njerëzit rrinë pa lëvizur, trupi dhe mendja e tyre nuk është e vetëdijshme, dhe Ana bie 4 vjet në koma. Dhe doktori duhet ta zgjojë Anën, por duhet ta zgjojë shumë ngadalë, sepse zgjimi i saj mund të jetë edhe shumë i rrezikshëm. Mendoj që është një libër, një thriller i mirëfillt, i cili tregon jo vetëm për qasjen e personazhit kryesor dhe doktorit i cili kërkon ta zgjojë atë, por na bën të reflektojmë edhe për faktin se psikologët kanë një jetë paralele gjatë kohës që duan të kurojnë pacientët e tyre. Si ata e marrin jetën e pacientit dhe në fakt e kthejnë në vetvete, si ata reflektojnë, si disa gjëra të pacientëve atyre ju bëhen një lëkurë, dhe dua të citoj një pjesë ku thotë: ne shpesh nuk mund t'i trajtojmë pacientët tanë me lugë të argjend, sepse disa herë ata kërkojnë empati, disa herë kërkojnë autoritet shumë të fortë prindëror, po disa herë nuk kërkojnë asgjë. Pra libri është dhe një ftesë për reflektim për punën jashtëzakonisht të vështirë që një psikolog ka. E qartë, falenderoj për sugjerimin. Ana, cili është libri që ke sjellti? Një libër i vogël, po duhet jetë? Ky është një libër i vogël, po është një libër shumë i bukur, që lexuesit e kanë pritur shumë mirë. Në Shqipëri është një autor i filozof i cili ka emrin Byung-Chul Han. Ai është naturalizuar gjerman, libri titullohet Agonia e Erosit. Pse është shumë i bukur? Është një libër i cili na mëson të kuptojmë cilat janë problemet në marrëdhëniet sentimentale dhe romantike që ne krijojmë sot, nga një pikpamje filozofike. Pra, të gjitha këto filozofit moderne që na kanë mësuar të ripërqendrohemi tek vetja, në fakt na kanë bërë që të kërkojmë të njëjtin me ne. Kur ndërkohë vetë procesi i dashnisë, thot Çulhani, është një proces i pranimit dhe njohjes totale të tjetrit. Dhe kjo hapje ndaj tjetrit është ajo që na mundson eventualisht dhe të kemi ëndra të mëdha politike për të ndryshuar rende botërore, për një jetë më të mirë, për një botë më të mirë me radhë. Tani gjëja e bukur është duke qenë që Çulhani është filozof shumë i njohur, gjithë të teori dhe gjithë të parime arrin të kondenson në 70 faqe, që nuk është e lehtë. Pra, është tamam një pikprirje ideale, do thënë, midis filozofisë dhe eseistikës. Një libër i cili është lehtësisht i përkapshëm nga të gjithë, dhe nga ana tjetër të bën të mendosh realisht edhe çfarë i duke kërkuar te tjetri. Bukur. Të falenderoj shumë edhe për këtë sugjerim tëndin. Ne ndërkohë kemi mbritur në fund, po i dham edhe mesazhet për librin, po për ta përmbyllur nga një mesazh të fundit me një fjali të vetme në lidhje me librin e leximit. Libri pranon gjithmonë miq të rinj. Merre një libër dhe zgjoj një kapitull të ri në jetën tënde. Ana, libri të ndihmon që të jesh më pak vetëm. Më pak vetëm, libri nuk të lë të jesh vetëm në një farë mënyrë, të ndihmon. Faleminderit shumë që ishit këtu dhe faleminderit për mesazhet tuaja. Sot në program ne kemi mbritur në fund të dashur miq dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Do të jemi sërish nesër. Kalofshi.